Zjarri përfshin zonën misterioze 51 në Nevada, digjen mbi 50.000 hektar tokë, rikthehen teoritë për alienët. Një zjarr pranë zonës 51, objektit sekret të forcave ajrore amerikane në Nevada, është përhapur me shpejtësi dhe është nën kontroll vetëm 7% thon autoritetet. BBC raporton se zjarri u shkaktua nga rufeja dhe ka vazhduar për gati një javë. Zjarri po përhapet në një zonë të quajtur poligoni testimit dhe trajtimit në Nevada NTTR, një zonë e mbyllur për publikun. Ajo ndodhet pranë zonës 51, e cila u krijua gjatë luftës së ftohtë si një strukturë testimi dhe zhvillimi avionësh. Terreni i ashpër, temperaturat e larta dhe erërat e thata kanë kontribuar në zgjerimin e saj të konsiderueshëm dhe tani mbulon një sipërfaqe prej 55.000 hektarësh. Një paralajmërim për nxehtësinë ekstreme është në fuqi në zonë të paktën deri të dielën dhe nuk priten shira në të ardhmen afërt. Asnjë shtëpi apo hapësirë publike nuk është kërcënuar. Megjithatë, në qytetin e vogël të Rashel është lëshuar një paralajmërim për tym. Zona 51 është një nga instalimet më sekrete të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Perimetri ka gjithçka, nga shenjat paralajmëruese deri tek mbikëqyrja elektronike dhe rojat e armatosura. Kjo ka ushqyer shumë teori konspiracioni, më e famshmja prej të cilave është se baza është shtëpia e alienëve dhe disjeve fluturues.